Emigrant që lash Shqipërinë në moshë të vogël bashkë me familjen e tij për një jetë më të mirë në Itali, sot është i punësuar në zyrat e Parlamentit Evropian. 33 vjeçari nga Lushnja u formua ndër vite jashtë 80 duke bërë punë të ndryshme derisa hyri në administratën europiane. Historia e të lushnjar të shkolluar në Itali është një histori suksesi dhe frymëzimi për të rinj të tjerë që ndjekin ëndrrën europiane. Erisel Zeneli punon që prej vitit 2022 në një prej institucioneve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Historia e 33 vjeçarit është e ngjashme me ato të shumë emigrantëve shqiptar. Erisel lindi në Lushnje në periudhën kur në Shqipërinë atyre viteve nisën ndryshimet e mëdha. Pas izolimit të gjatë, babai i tij si çdo shqiptar në atë kohë i kishte syt përtej detit, drejt Italisë, për një jetë më të mirë. Fillimisht në fakt u nis babai im në 93-shin dhe pas 3 vitesh e ndoqëm unë dhe mamaja ime. Në fillim në fakt nuk ka qenë e lehtë, sidomos për shkak të gjuhës së re dhe sigurisht në atë periudhë kishte edhe pak mosbesim nga ana italianëve, me fjalë ndaj emigrantëve. Në Italinë ku u rrit dhe u formua profesionalisht, 33 vjeçari thotë se u përshtat menjëherë dhe përtej rasteve sporadike të racizmit, kujton mikpritjen e italianëve që hapën dyert për shqiptarët. Kujtimi im nuk është një kujtim traumatik, sepse pak pas kohësh fillova kopshtin dhe ashtu si çdo fëmijë e mësova gjuhën shpejt. Problemet erdhën pak më vonë, për shembull gjatë shkollës 9 vjeçare, aty kam vujtur epizodet e parë me fjalë racizmi. Pastaj u përmirësu situata akoma kur fillova shkollën e mesme, se fillova studimet në Bologna, në qytet, kështu që edhe mentaliteti gjeta një mentalitet më të hapur. Gjatë periudhës që studionte në Itali nisti edhe të punonte. Shërbeja si shef treni, është një figurë me fjalë që është një oficer publik në bord të trenave dhe isha përgjegjës për sigurinë i pasagjerave dhe të mjetit e kurudhor, si edhe për koordinimin e stafit në bord, se në trenat Frecciarossa, me shpejtësi të lartë, stafi është afër 10 personash. Kur në dorë kishte një diplomë nga Universiteti i Bolonjës në shkencat e edukimit, në kërkim të një vendi pune dinjitoz, ishte Parlamenti Evropian që hapi dyert për të. Unë kam një master në psikologjinë e organizatave, që arrita të përfundoja me rezultate maksimale, edhe menjëherë pas masterit aplikova për një praktik pranë parlamentit Europian, ku pranova dhe u caktova direkt në drejtorinë e personelit. Fillova në parlament në nëntor 2022-shit. Fillimisht si praktikant edhe mbas 7 muajsh arrita të fitoja një kontratë stabil. Europën e vërtet që ndoshta prindërit e tij kërkuan në vitet 90, pasi u larguan nga Shqipëria, e gjeti kur u punësua në institucionin e lartë të politikbërjes europiane, teksa thotë se u mikprit menjëherë. Ndjet ambienti me fjalë ndjet Europa, edhe është një ambient inkluziv, ku të gjithë janë të mirë pritur, edhe nuk kam ndier në asnjë moment faktin që jam shqiptar ose italian, edhe direkt ka qenë me fjalë shumë e thjeshtë, se çdo vend, çdo shtet i Europës ka të drejtë të ketë një farë reprezentance me fjalë stafit e vet. Shqipja e 33 vjeçarit është ruajtur bukur, ndërsa më shumë kujtime nga vendi ku lindi në Lushnjën e tij i ka në fëmijëri. Aty kam kaluar 3 vitet të para të jetës time. Kur isha i vogël, në fakt kthehesha me prindit e mi në Shqipëri çdo behar, kaloja beharin në Shqipëri. Pastaj vitet e fundit, për shkak të angazhimeve profesionale, mund të kthehem më rrallë, fatkeqësisht, po gjithsesi mundohem të kthehem sa më shpesh. Në këndvështrimin e tij, Shqipëria ka ndryshuar, megjithatë duhet ende punë drejt rrugtimit për të arritur standardet europiane. Unë besoj se vitet e fundit Shqipëria ka bërë progrese të dukshme. Ekonomike, infrastrukturore, zhvillimi i turizmit dhe shumë të tjera. Duhet një arsim më i drejtë dhe cilësor me standarde europiane, si dhe një punësim transparent dhe meritokrat. Një histori suksesi që frymëzon është kjo e Erisel Zenelit dhe mesazhi i tij për të rinjtë është ky. Nuk ka nevojë të jesh fëmijë e njerëzve me pozita,
Unë, për shembull, jam djali i një shofer kamioni dhe një anvis, po ja arrita me fjalë. Mos e humbni kur shpresën, mos ndaloni kur të studiuari, se kompetencat janë ato që na hapin rrugët në Europë.